Sokol, atëherë, në atë që unë së pozitova dhe nga përlemrimi i zyrtarëve izraelit, pra se pas Khameneit radhën dhe objektivi strategjik tashmë është presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Si mendon, Sokol, a është vërtet Erdogan objektivi ushtarak tashmë, apo ky ndoshta nga ana tjetër është një presion politik dhe psikologjik dhe mendon se mund të zgjerohet lufta drejt një përplasje të drejt për drejt pra Izrael-Turqi? Jo, në fakt nëse referohemi mediave izraelite dhe nëse shohim me përpikmëri, janë disa politikanë të cilët dihet që janë djatha ekstreme, pra janë racistat, janë ata që kërkojnë vetëm gjak, siç bën në Gaza, por një gjë e tillë është në fakt për konsum të mrenshëm më shumë për në Izrael, sepse duhet mbajtur të karikuar atë popull, sepse siç dihet tashmë kanë një lider të tyre, kanë një qeveri të tyre cila kërkohet nga gjykata penale ndërkombëtare për krime lufte e para. E dyta është që e gjithë ajo zhurmë, me gjitha ato gjakdere që po bëhen në lindjen e mesme, normal që duhet t'i vënë një këllëf, domethënë pra duhet të treguar një gjë, duhet të treguar një ëndër, një fantazi shumë më të madhe se sa atë që po ndodh. Kurse e treta është në fakt duhet parë edhe kjo që është edhe në interes të vetë presidentit Recep Tayyip Erdogan, të zotit Erdogan, sepse siç dihet, Turqia ka një rritje të madhe në industrinë e armëve, të mbrojtjes dhe të sulmit, në fakt jo vetëm të mbrojtjeve, ku ka treguar veten sidomos të 4-5 vitet e fundit apo një dekadë të fundit, e cila ka bën emër në gjithë botën për armë, për dronet me armë pa armë, e të tjera, dhe një gjë që të kemi për shembull një luftë mes Izraelit dhe Turqisë, që duket e pa mundshme, sepse Turqia është aleati i NATO-s, është dyta ushtëria e fortë në NATO, plus kësaj është edhe aleati shumë i mirë i Amerikës, i cili Erdogan tani që u zgjodh për herë të dytë zoti Trump, e tregoi që në asnjë mënyrë nuk do të jetë kur gjë, nuk do të kemi asnjë gjë kundra Amerikës, pra kështu që është më shumë për konsum të mrenshëm, por kjo në fakt është edhe për të mirën e Erdoganit si lider për politikë të mrenshme, duke thënë që ja Izraeli po na vën në shënjes të ne, pra ne duhet të ashtu kurse me pa nga ana diplomatike, në fakt është një luftë e ftohtë, deri diku jo që janë filluar një domethënë ushtarët e Izraelit nuk kanë ngretë armët kundra turqëve apo turqë kundra Izraelit, por gjithsesi influenca e Turqisë në interlandin e Turqisë, qoftë në Azerbajxhan, në Kazakistan, që ata janë republika me origjinë turke, të gjitha domethënë popujt e tyre janë me origjinë turke, po ashtu në Somali, nëse ju kujtohet Griselda në Somaliland që e njohu si shtet edhe Izraeli, pra ku Turqia dihet që prej 3-14 viteve atje, pra vetë presidenti Erdogan ka bërë një diplomaci krejt ndryshe në Somali. Kjo është ajo lufta e cila në zonat që është influente Turqia, Izraeli po arrin të ja rimarri tani, por kemi pas thënë më përpara që Turqia dhe Izraeli kanë bërë një marrëveshje në Azerbajxhan gjatë krimeve kur bën në Gaza, që në të njëjtën kohë edhe Siria pasi u rrëzua Bashar al-Assadi, patën bërë një marrëveshje, e cila marrëveshje është që mos e ketë në asnjë mënyrë një konfrontim mes forcave ushtarake turke dhe izraelite. Kështu që ato mund të shohim edhe për të mbushur aktualitetin dhe për të tërhequr vëmendje nga pika kryesore jetike, qoftë për izraelitët, por qoftë edhe për Turqinë. E qartë. Sokol, nga ana tjetër mendon se po krijohet një boshë i ri rajonal kundër Izraelit dhe nga ana tjetër mbas kësaj deklarate nga ana dhe paralajmërimi nga ana e zyrtarëve izraelit se i përket presidentit turk, mendon se do ta detyrojë kjo deklaratë Turqinë të marrë edhe pozicion më agresiv kundër Izraelit tashmë? Tash logjikisht pyetja ka përgjigje mbrana që po duhet të marrë Turqia një aksion më agresiv, por do të thënë kjo që Turqia është në NATO dhe siç dihet domethënë asnjë antar i NATO-s duke lënë manjan ato fjalimet apo prononcimet zyrtare që bëjnë politikanët dhe bëjnë diplomatet, do t'i lëmë matan ata, por realisht është një gjë krejt ndryshe, sepse të shohim një bosht, apo të themi që do të kemi një bosht kundra Izraelit, tashmë më duket sikur na le shumë të dëshirojmë edhe nga logjika
e jonë, ose kjo të regon që ne nuk e kuptojmë me të vërtetë geopolitikën dhe geostrategjinë e Amerikës, e cila këto sulme që i bën tashmë, dhe më thënë, nuk është si i bani Trumpi, nuk është si i bani paraardhësi i Trumpit Bideni, por bazat amerikane në lindjen e mesme, por në të gjithë botën në fakt ka 70 vite, 80 vite që i kanë bërë, pra ato kanë një strategji e cila e strategji hecme për pikmëri, dhe më thënë, duke coptuar, duke zvogluar, duke rënuar, duke grabitur, dhe më thënë, si që ishte me Madurën, apo duke fut në luftë, siç është Rusin për shembull futën në luftë që 4 vjet dhe tashmë nuk po del dot Rusia nga e luftë, edhe pse Gjoja ka pretendimet e veta, e kanë futur një qorë sokat, pra kjo është një strategji e Amerikës, ku duke u marrë me bashkën e vetë e shkreta Rusi, të gjithë zonat influence që ka pas ish Bashkimi Sovjetik dhe Rusia soshë, pra dhe sidomos Vladimir Putin, tashmë këto kanë kaluar në influencën e Amerikës, pra duke marrë në gjithë Amerikën Latine, pra duke marrë Venezuelen, gjërat më kryesore Venezuelen, Kolombin, Kuba, edhe ato që përkrahen nga Rusia, por edhe nga Kina, të gjitha ato kanë kaluar. Kurse nëse vinë në lindjen e mesme, pra ku tashmë zjarri me vërtetë është shumë djegës, dhe po shtohet dita ditës, valet e atij zjarri po shtohen dita ditës dhe po zgjerohen dita ditës, në fakt mund mendoj që janë brenda një strategjie amerikane e cila mund të kemi një bosh tjetër që mund të dalë kundra kësaj, të paktën tani për tani është e pamundshme, ndoshta dekada më vonë mund të flasim ndryshe, por tani është e pamundshme sepse të gjithë ato që paguanin për të mbrojtur, pra për të mbrojtur Amerika, pra siç është NATO, siç është Bashkimi Evropian, e dim se çfarë bëri Amerika me shtetet e Evropës, po ashtu edhe me lindjen e mesme, pra që nga Katari, Kuwaiti, Shtetet e Bashkuara të gjitha tashmë, pra stokat 5 ditët e fundit, Grisela po sulmohen shumë keq, do të thënë aeroportet, po sulmohen e gjithë ato peizazhet, ato rivierat përrallore që janë bërë, do të thënë nga Kuwaiti, nga Katari, nga të tjera, pra ato kanë pagu miliarda, në mos gaboj dhe me 3.4 miliarda apo 4 trilion dollar ja dhanë për vizitën e parë që shkoi Trumpi në ato vende, pra në Katar, Arabia, dhe e gjitha e paga, dhe më thënë gjitha e haraqës, thënë në thojze, gjitha e haraqës që është dhënë Amerikës, pra ka dalë prallap, sepse Amerika ka një strategji kritikë dhe ne nuk e shohim, nëse nuk e shohim atë geopolitikën e Amerikës, e cila do të jetë është në fakt dhe do të jetë edhe për shumë vite forca e vetme gjeos imperiale në botë, atëherë ne analizojmë vetëm këto minutat e kësaj ndeshjes, por do të shohim edhe pak më para, ndoshta do të shkojmë edhe pak më mbrapa, por do të shohim edhe pak më para, sepse strategjia është për para dhe jo mbrapa. Në këtë aspekt edhe të kemi një grup që mund të dalin kundër, kjo duket e pamundshme, sepse këtu na vërteton edhe vetë përvoja, sidomos e tyne dekadat e fundit, cila kishin për shembull BRICS-in, dhe kemi pas folur edhe më përpara se bashku do të heqin dollarin, do të bëjnë këtë, ku është BRICS tani? Ku është BRICS në Venezuelë apo edhe në Iran, e cila dihet që sidomos Kina është 20%, 1/5 ose më shumë e gjithë naftës të botës ka lënë pra nga ngushtica e Hormuzit, pra nga Irani, e cila tashmë është bllokuar, dhe kjo tregon që askush nuk ka forcën, se kemi një strategji superiore, aq perfekte, sa që nuk lën askënd të tjetër që të bëhen bashkë të dalin kundër këtyre. Dhe këtë do ta shohim këtu. Çfarë do bëjnë Turqia? Turqia në këtë aspekt unë e shoh se s'do të arrisin të bëjnë asnjë gjë, sepse siç dihet në 67, në mos gaboj, është themeluar dhe ish konferenca islamike, tash është Bashkëpunimi Islamik, e cila asnjë gjë, pra nuk e dim se çfarë për para 30 viteve, normalisht apo para 50 vite, por sidomos të 2 vitet e fundit, 2 vitet e gjysmë të fundit, e çfarë po bëhet në rajon, e cila ajo organizat, pra që është pjesë e rëndësishme dhe Turqia dhe vendet më me peshë muslimane, kanë bërë me qëllimin për të mbrojtur pra Kudusin, për të mbrojtur Jeruzalemin, pra për të mbrojtur Gazën dhe Palestinë, por se çfarë e bëm të gjitha, pra të gjitha ato që bëjnë Gjoja krijojnë një bosh për të eliminuar fuqinë e Izraelit apo të Amerikës në rajon, kudo në botë, në fakt jo vetëm thjesht në lindjen e mesme, duket që është pa taban strategjik, e cila të ketë një mendje të lirë që të vazhdojë. Vetëm gjë që mund të jetë kundra Amerikës, që mund të dalë rivale Amerikës, është një bashkim i fortë Angli-Turqi dhe Bashkimi Evropian, e cila ata mund ta stopojnë Amerikën, dhe nëse stopot Amerika, Izraeli me sa shoh unë është një vegël
dore e Amerikës që kur është themeluar për të treguar botës se kush është Amerika, e cila i shtet shumë i vogël pra që nuk e ka asnjë lloj force, po arrin të bëjë gjitha ato krimet dhe jemi të njohur edhe në literaturë, domethënë që asnjë vendim të Këshillit të Sigurimit pra të Kombeve të Bashkuara, asnjë ligj ndërkombëtar nuk njeh ky shtet dhe si ka mundësi, pra kjo është Amerika, do të pa nga gjaja makro për të pasur edhe ato mikrot e vogla, ma tonë mendoj unë. Nuk e di a ta arritë të jap përgjigjen, por kështu mendoj. E qartë. Cekol, nga ana tjetër, kur nisi sulmi pra mbi Teheran, pyetja më e madhe pra përveç se fitoreve ushtarake lindi mbi të gjitha shqyrtimin e veprimit pra pse Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulmin ndaj Iranit, mendon se kjo ishte pra strategjia parandaluese apo nga ana tjetër ka qenë i gjithë një gabim i madh diplomatik? Tashmë duhet të shkojmë tek politikat e Pentagonit dhe të Shtëpisë së Bardhë, e cila e të gjithë liderët e tyre nëse kujtohet ku të paktën të dekadat e fundit kemi parë shumë luftra të Amerikës, siç është Afganistani, Iraku, Siria e të tjera. Kemi parë shumë gjëra ku na jep të tregojmë se si mendon Amerika apo çfarë strategji ka Amerika. Një në radhë të parë duhet të kuptojmë shumë mirë, pra nuk duhet të anashkalojmë që Amerika ka një sistem, pra nuk ka personat. Okej, tash është Trumpi, por ne për shembull Ballkani apo Turqia dhe vendet arabe, Rusia, Kina, ato ne kemi lider, pra nuk kemi sistem, por kemi lider. Pra është një lider, një personalitet i cili bën çfarë të dojë. Por kurse Amerika jo, sepse nëse i kthehen pyetjes tuaja ishte për të parandaluar apo për të shtuar, për të lënë derrin maç në dorë Iranit dhe me pranua Irani çfarë donte Amerika, tashmë atëherë ndoshta nuk e kishim këtë mendim, por të paktën tani mund të analizojmë në këtë lloj mënyre që Amerika e ka pas në plan për ta vu, sepse nëse referohemi vetëm dy fjalimeve dhe prononcimeve zyrtare para mediave të Trumpit, të zotit Trump dhe të zotit Rubio, shohim një lojë që bëhet me syre, ku e di mirë që sistemi amerikan është tjetër dhe Trumpi është një president dhe Rubio është një ministër, por Rubio tha që Izraeli do e bënte dhe ne u detyruam, domethënë, na futi Izraelin te kurse. Nëse e shohim prononcimin e Trumpit, Trumpi thotë që po e bëra unë, të futa unë Izraelin. Pra kemi një aty që ato, domethënë, sistemi amerikan e bën atë çfarë të dojë dhe pa përvetësuar asnjë gjë. Pra, nesër pas nesër kemi shembullin e Irak, pushtimit Irakut, ku kishte bomba bërthamore, do bënte atë, do bënte këtë, do bënte këtë, do bënte këtë, dhe më mbrapa thanë që ja nuk pas ka asgjë. Kurse nëse referohemi tashmë për Iranin, pra nëse e shohim jetën politike të kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu, ai që në 97, nëse e shohim të gjitha ku janë edhe në internet të gjitha fjalimet e tina, janë që Irani sot nesër po bën bombë bërthamore. Pra është një njëjta retorik që më duket mua që po na tregohet një prallë që ne atë prallë duhet ta lexojmë, pra ose duhet ta mësojmë përmend dhe pastaj duhet t'i besojmë. Okej, me patjetër që ndoshta atë edhe mund ta besojmë, por nuk është ajo prava që do të tregohet. Ne është një strategji shumë më e madhe e cila me dashje apo pa dashje kjo do bënte. A do bënte tashmë, domethënë pra në 2026, apo 2 vjet përpara, apo 2 vjet mbrapa? Okej, kjo është kur ulen të gjithë gurët e shahut në fushë dhe kur fillon loja. Pastaj koha është gjë tjetër, por që do ishte sepse është vetë sistemi në lindjen e mesme, e cila çdo gjë duhet merret në kontroll. Dhe kjo nuk marrën vetëm thjesht me një pushtim të Iranit, pra nuk marrën thjesht me një pushtim të Iranit, por nëse e shohim edhe këto 5 ditët e fundit, Grisela, e shohim që këtë plagë, pra këtë shkatërrim total që do të ketë, ndoshta nuk do të arrijnë të rikuperojnë më, nuk e ka vetëm një vend musliman në gjoja që si është Irani, pra që gjoja ka bomba nukleare, po bën këtë, po bën raketat e tjera, por njëjtën gjë edhe ata që janë më besnikët apo se janë fëmijët e joshur të Amerikës, siç është Emiratet e Bashkuara, Katari, Omani e të gjitha, pra ata po marrin plagë shumë të mëdha, ku bides ka analistë qoftë lindjes së mesme, por edhe të Europës, që thojnë tashmë
shumë shpejt. Pra, për muaj, disa muaj më vonë, do të shohim me gjithë atë Arabin, pra Kuvajtin, ato gjërat magjike, ato ndërtesat me të vërtetë që lënë mendjen e njeriu të mahnitjes si arrin robe të bëjë këto ndërtesa, këto palmija në detin atyre, ata të ngelin shkretërisht sikur kanë qenë pas viteve 90, e cila kjo është një strategji shumë më e gjerë se sa Irani, por Irani me të vërtetë a do ta ketë forcën këtu që të thojnë stop asajt, do ta shohim, por edhe kjo strategjia që të paktën tashmë po përdor Irani, që na jep të kuptojmë ose të mendojmë krejt qartë që po, Amerika dhe Izraeli me të vërtetë që kanë teknologjinë, kanë informacionin, inteligjencën e kanë shumë të fortë, por edhe Izraeli ka një inteligjencë jashtëmasit të fortë, sepse i bllokoi ku, siç tha Benjamin Netanyahu dhe Donald Trump, që kjo do zgjasë 2-3 ditë, pra nuk zgjat 2-3 ditë, pas 2 ditë u bën 2-3 javë, u bën 4 javë, u bën 6 javë dhe tash flitet për 3 muaj. Pra ajo që flitet dhe ajo që programohet në letra në fushë mund të tregojë një gjë krejt tjetër, sepse Irani duhet kuptuar që Irani tashmë po bën një luftë për të qenien e tij, për po apo për jo, ku automatikisht nëse referohemi burime paqen e ndëzyrtare normalisht, por këto 24 orë të fundit Grisela, të gjitha ato vijnë kufitare, pra vendet repartit ushtarake të kufirit mes Irakut dhe Iranit janë bombarduar, e cila aty tashmë po përdoren përsëri kurdët e Irakut, Sirisë dhe me gjërë që të shkojnë të luftojnë puna regjimit, sepse nuk dole e pritshmëria që populli iranian do të qohë, do të rrëzojt atë Ajetullahun, e cila kjo ishte një strategji shumë e gabuar e Amerikës, pra ka prit tjetër gjallë dhe doli tjetër gjallë. Kështu tash impresin që të ketë një ndërhyrje këmbësore me ushtarë dhe do ta shohim në vazhdim, por do të thënë edhe kjo që të gjitha raportimet dhe të gjitha prononcimet media nuk duhet të besojmë krejt kollaj në të gjitha anëve, në fakt jo vetëm thjesht nga Irani por nga Izraeli, por edhe të Amerikës, sepse dezinformimi apo mashtrimi apo gënjeshtra apo edhe propaganda janë shumë më të rëndësishme se sa vetë ato bomba që hullen në luftë. Për këtë duhet të shohim pak më analitik, me si themi asaj, domethënë më të paanshëm, sepse informacioni në ditë të tilla është vetë edhe më rëndësishëm se sa arma. Patjetër. Sokol, ndërkaq, nëse ky konflikt pra do të shndrohej në një konflikt botëror, cili do të ishte roli ndërkaq i Rusisë, Kinës dhe nga ana tjetër, a mund ta shfrytëzonte Kina krizën për të forcuar ndoshta kontrollin ekonomik në lindjen e mesme? Jo, unë e shoh krejt në të kundërtën Grisela, sepse gjithë mundësia e Kinës apo gjithë investimet e Kinës dhe të Rusisë kanë qenë në zonat të ndryshme, të globit, në kontinente të ndryshme, në rajone të ndryshme, në shtete dhe ishuj të ndryshëm, ku tashmë më sa e shohim, sidomos jo thjesht vetëm këto 5 ditët apo këto muajt e fundit, por nëse e shohim këto 4-5 vitet e fundit, sidomos që me fillimin e luftës e pushimit të Ukrainës nga Rusia, të gjitha, si themi asaj fjalë, janë detyruar të largohen nga ato vende ku kanë qenë influencuese dhe Kina çfarë force do ta ketë tani Kina që të shkojnë atje ku të gjithë ato që e kanë ushqyer Kinën, pra që e kanë ushqyer me të vërtetë me çmime falas, si mund të themi ne, çmime më lirë se sa më i marr falas, siç është Brent, domethënë nafta e Venezuelës dhe Iranit, pra që ka bërë marrëveshje për gjysmë shekullore, 49 vjeçare, 99 vjeçare, 15 vjeçare, të gjitha ato kaluan në dorën e Amerikës. Po ashtu edhe influenca e Kinës në lindjen e mesme dhe në Afrikë, në fakt tashmë ka ikë nga dora e gjitha, sepse në lindjen e mesme tash po duket, domethënë që u mbyll edhe ngushtica e Hormuzit, çfarë influencë mund të ketë Kina pas saj. E dyta është që nëse ju kujtohet direkt një ditë para se sa të fillonte sulmet izraelito-amerikane në Iran, filloi një luftë tjetër e cila ende vazhdon, Pakistan, Afganistan, të cilat janë komshi shumë të rëndësishëm të Kinës. Pra po ashtu, India, nëse ju kujtohet një javë përpara, në mos gaboj 7 ditë përpara, shkoi në Izrael ku u detyrua apo u përbetur, nuk e di atë normalisht, por u detyroi që të jetë krahu i Izraelit, pra është krahu totalisht i Amerikës, e cila këto janë të gjitha manevra strategjike që edhe Kinën e lën
jo ma që të ketë influencë për jashtë, por edhe brenda shtetit të ketë probleme dhe influencat të ndryshme, si qoftë nga India, nga Pakistani dhe nga rajonet e tjera. E qartë. Mirë, Stokol, për ta mbyllur, pyetja e fundit, mendon se ka ende shpresë për bisedime e paqe apo lufta tashmë është bërë një beti pa kthim ndoshta? Jo, unë nuk shoh ma që të ke shpresë, por do të thënë kjo Griselda, para se të them në fakt këtë fjali, do të them këtë që po çdo luftë që fillon mbaron në tavolinën e diplomacisë dhe ka një kthes, por ajo kthesa është vetëm dhe vetëm kur të marrë atë që don Amerika. Dhe nëse referohemi për shembull që pas luftës së ftohtë Amerika në të gjitha rajonet, të gjitha konfliktet pa marrë atë çfarë don Amerika, në asnjë mënyrë nuk është tërhequr mbrapa sepse ka forcën dhe kjo është gjë ndoshta edhe automatikisht që i fortë bën çfarë të doj. Kurse këtu është problemi që me të vërtetë do kthehemi në luftën në tavolinën e diplomacisë, pra një paqe do ta kemi, por çfarë kërkon këtu Amerika atë nuk e di. Ne vetëm mund ta analizojmë vetëm pasi të mbarojë puna, e cila tashmë duket që rajoni ka marrë flak dhe shumë shpejt do të kemi, apo të paktën Franca dhe disa vendet e tjera po afrohen, sepse edhe kancelari gjerman ishte në shtëpinë e Bar pardje, në mos gaboj, dje pardje, dhe tha që po, domethënë me thanë mendja që e gjithë bota, domethënë Izraeli është, Irani është Amerika, pra Irani po sulmon gjithë botën, ku duket e pa me se sa forcë ka Irani, por kjo luftë do të zgjerohet, sepse kështu i konventon edhe Amerikës, ku ka shkuar Amerika, nuk ka quar paqe, përveç vetëm në Kosovë është një gjë krejt tjetër, kurse në lindjen e mesme që nga Afganistani edhe ma tonë e shohim më thënë pranveret arabe, ato vende ende nuk kanë pa hajër pra deri më ditën e sotme, e cila Amerika këtu do të sjellë patjetër që të sjellë Iranin në tavolinë, por pa marrë atë që dëshiron ai, në asnjë mënyrë nuk duket që do të kemi një kthim në tavolinë.